Pavarësisht temperaturave nën zero prej rreth -8 gradë Celsius, notarët e Berlinit u lanë në liçenin orankeze në verëlindje të qytetit. Në vitin e 40 të traditës së tyre të zhytjes dimrore, klubi Berlin Seals dhe klubet e tjera miqësore organizuan një event cirku duke ftuar njerëzit dhe anëtarët e tyre të rregullt të shfaqeshin me fustane të zbukuruara dhe veshje cirku. Antarët e fokave të Berlinit të moshës mes 12 dhe pothuajse 90 vjeçare shkojnë për not çdo të diel nga mesi i shtatorit deri në fund të prillit, dhe shumë prej tyre e kanë bërë këtë për dekada të tëra. Foka me përvojë Michael Vleklinski i tha Reuters se ai e kishte filluar këtë hobi edhe para se klubi të themelohej dhe të vinte në liçenin orankeze, që nga viti 1973 dhe e kam bërë që atëherë e ndihem shkëlqyeshëm, tha Vleklinski. Drejtoresha e klubit Peggy Müller i tha Reuters se besonte që notarët ishin të emocionuar që hynë në ujë. Fokat e Berlinit, të cilat zakonisht notojnë lakurish kur nuk ka kamera përreth, e kanë origjinën nga ajo që dikur ishte Berlini lindor, kryeqyteti i ish Republikës Demokratike Gjermane, ku noti nudo ishte i përhapur dhe perceptohej si normale. Klubi me 190 antar tha se është bërë aq popullor gjatë dekadave sa aktualisht nuk është në gjendje të pranojë antar të rinj.